الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi i takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbolimin e tmetave tona si dhe pranimin e veprave tona. Ndërkaq salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë të nderuar, jemi duke trajtuar jetëshkrimin e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam dhe tashmë kemi arritur tek periudha kur ai thriste publikisht dhe njëherët edhe ballafaqohej me kundërshti publike nga ana e Paris Mekase dhe po ashtu edhe nga ana e atyre që i pasonin ata verbërisht. Javën e kaluar kemi treguar se si mushrikët e Mekës u munduan që ta zbrapsin Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam nga thirrja për në rrugën e Allahut Madhërisëm përmes shfrytëzimit të disa mjeteve dhe mënyrave apo përpjekjeve paqësore. Sikurse ka qenë presioni ndaj besimtarëve, ndaj pasuesve të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që ata të mos kenë mundësi ta përballojnë të presion dhe të tërhiqen nga pasimi i tij. Por dështoi kjo përpjekje. Për arsye se imani i besimtarëve, imani i sahabëve, i pasuesve të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam ishte i ngulitur thellë në zemër. Andaj nuk mund të bëhej kompromis as për ta shitur e as për ta blerë atë. Pastaj vazhduan me përpjekjen e radhës atë të shfrytëzimit të Ebu Talibit, axhës së Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për ta bindur Muhamedin alaihi salatu wasalam që të tërhiqej nga kjo kaos, të tërhiqej nga kjo thirrje. Të cilat shkuan tek ai dhe i thanë se i biri vllaut tënd po na dëmton neve, edhe në fe, edhe në qabe. Ndërka që ajo çfarë bënte pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk kishte të bënte fare me dëmtim. Ai thjesht thriste për ta besuar vetëm një Zot. Siç e dini, dilte në për tregje, shkonte në për shtëpitë banorëve të Mekës dhe u thonë qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Thoni la ilaha illa Allah që të shpëtoni. Dhe këtë e shfrytëzonin si pretekst se ai po i pengon ata, po i dëmton ata në fe, e që realisht ishte idhujtari, dhe në qabe, sipas tyre, në mënyrën se si ata organizonin qabën e kështu me radhë. Kur shkoi Ebu Talibi dhe i tha se kështu po thonë dhe po pretendojnë paria Mekase se ti po e bën këtë dhe atë, pejgamberi Allahut shikoi në drejtim të diellit dhe u tha edhe sikur të arrinit tek dielli dhe ta ndiznit pishtarin me rreze dielli, unë nuk do ta braktis kur këtë rrugë. Pra, a ka mundësi që dikush me shku fizikisht në afërsi diellit edhe me ndez pishtarin në mënyrë direkte nga dielli? S'ka mundësi. Aq ka mundësi me më zbraps mu prej kësaj rruge, kështu tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Një hadith tjetër i përfolur është që shumica për ju e dini, nëse ma jepni diellin në dorën e djathtë, e hanën në dorën e majt, unë nuk e braktis këtë thirrje, nuk e braktis këtë rrugë. Ju dështoi edhe kjo përpjekje, pastaj tentuan që përmes një ideje, përmes një propozimi të tmerrshëm, ta bindnin Ebu Talibin që ta jepte Muhamedin dhe si kompenzim apo si zaventësim për të ta merrte Umara ibn al-Walid al-Mughira. Kemi thënë se ky djalosh ishte i fuqishëm, ishte i pashëm, djali i Walid ibn al-Mughira, një prej të parëve të Mekës, i thanë ti na jep neve Muhamedin, ne të japim ty Umarën, edhe na çka bëjmë me ta është punë jona. Faktikisht kanë dashur me eliminu Muhamedin, sallallahu alaihi wasallam, kanë dashur me vra,
Në këmbim për të, ne po ta japim një djalë për një djalë, ky i bukur, ai i bukur, ky i fuqishëm, ai i fuqishëm, por në mënyrë kategorike e ka kundërshtuar një gjë të tillë Axha i tij, Axha i Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, madje ju ka thonë, nuk ka diçka më keq se sa ky propozim që ju ma keni dhënë mua. Edhe i irritum, i indinjum për kësaj që i kanë propozu, është largu prej tyre dhe ka shku në shtëpi. Pasi që dështoi dhe kjo përpjekje, atëherë fillun me kriju ide të ndryshme. Në fjalë tjera, fillun me luftë propagandistike, në mënyrë paqësore, por luftë propagandistike, duke shpif për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kemi tregu se si janë mbledh kuvendi i Mekës, se cili për tyri i ka dhënë idetë e veta, dikush ka thonë po i themi i çmendur, dikush ka thonë po i themi i fallxhor, dikush tjetër ka thonë po i themi mashtrues, e përfundimisht idenë e fundit e ka dhënë El-Walid ibn Mughira, edhe pse ka dështuar çdo përpjekje tjetër, ka thonë po i themi më mirë magjistar, dhe po arsyetohemi me atë se ky po i ndan prindrit prej fëmijëve dhe anasjelltas, po i ndan shokët dhe po i ndan popullin nga paria. Ndodhë se të gjithë e kanë ditë, edhe një zëri, kanë qenë të bindur se Muhammed Mustafaja as nuk është i çmendur, as nuk është fallxhor, as nuk është poet, as nuk është magjistar, e kështu me radhë. Tani është radha të përmendim në disa përpjekje tjera, që gjithashtu kanë rezultuar si dështuara, për shkak se nuk mund të ndërtohet apo nuk mund të qëndroj një akuzë, një përpjekje, një kauzë e ndërtuar mbi gënjeshtra, e ndërtuar mbi trillime dhe e ndërtuar mbi intriga, sikurse kanë vepruar paria mekase. Ata e kuptuan që Muhamedi nuk po ndalet, e kuptuan që Muhamedi nuk po blihet, as nuk po shitet, kështu që po dalim me diçka tjetër. Hajde ta prishim imazhin e personalitetit të tij, sepse arsyeja kryesore që njerëzit po i besojnë dhe po e pasojnë është pikërisht integriteti i tij në shoqëni. Hajde t'ia prishim çet integritet. Të shpifim për ta, të gënjejmë për ta, edhe një herë edhe për thirrjen e tij, për kauzën e tij. Dhe për këtë Allahu tregon në Kur'an, thotë: "Wa qalu in huwa illa ifkun iftarahu wa a'anahu alayhi qaumun akharun faqad ja'u dhulman wa zura." Ata çfarë thanë? In huwa illa ifk. Kjo çfarë po thot Muhamedi është shpifje nga ana e tij. Iftarah, e ka shpik vet, e ka trillu vet. Wa a'anahu alayhi qaumun akharun, edhe i kanë ndihmuar të tjerët. Pra kjo shpifje është gënjeshtër në adresë të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Se kinë se Muhamedi po shpik, se kinë se Muhamedi po gënjen, po trillon gjana. Mënyrë që mi aprish imazhin Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Faqad ja'u dhulman wa zura. Allahu çfarë po thot? Kanë ardhur me një padrejtësi të madhe edhe me një shpifje të qartë. Kjo është shpifje. Sepse ata vetë deri dje i kanë thonë as-sadiqul amin, besniku i sinqert. Kjo ka qenë nofka Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Kur s'ka gëny, edhe kur s'është paramenduar me gëny Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka gëny në fëmini, që fëmia mund të arsyetohet deri diku për gënjeshtër. Nuk i shkruan lapsi. E derisa nuk ka gëny në fëmini, si ka me gëny në rini, madje në pjekurin dhe në përsosmërin njerëzore, si që ka qenë mosha 20 vjeçare e tij sallallahu alaihi wasallam. Pastaj janë përpjek me njollos edhe me prish imazhin e thirrjes, imazhin e fesë. Edhe kanë thënë: "Waqalu in hiya illa asatirul awwalin, iktatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila." Kjo është çfarë po thret në të Muhamedi. Janë pralla të parëve, janë pralla baballarëve. Pra masalla që kanë dëgju njerëzit, gojdhona që i kanë përcjell tek njëri tjetri, të cilat po i shkruan ai vet. Fehie tumla alehi bukratan wa asila, mëngjes e mbrëmje, ati po i përqohen, po i transmetohen këto gojdhona, këto pralla. Ata kanë qenë kontradiktor me vetveten e tyre.
Edhe në raport me personalitetin e Muhammed Mustafas, edhe në raport me mesazhin që ka thirrur në të pejgamberi i Zotit alayhis salam. Në raport me personalitetin e tij kanë ditë mirëfilli se ai ka qenë më i sinqertë dhe më besniku i shoqërisë, pra kur s'ka gënyer dhe s'ka pas mundësi me gënyer. Në raport me thirrjen e kanë ditë që ai s'ka ditë as shkrim as lexim. Si ka mundësi me i shkruajt ato vetë pejgamberin Allah? Ose si ka mundësi me i marr prej dikujt e pastaj me i shënu ato? Pra, s'kan ditë më qysh me gënyer edhe qysh me trillu, sepse çdo përpjekje ju ka dështu, ju ka lindë edhe kjo ide, por Allahu në mënyrë automatike e ka përgënjeshtru një gjatë tillë. Ibn Ishaku, një prej historianëve të shuar të historisë islame, librin e tij e përmend edhe thotë se tash kanë lind apo kanë ardhur me një ide të re. Kanë ardhur me shpikjen se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam krejt këto çka po i thot, pra ajetet e Kuranit që po i plason, që po i paraqet para masës, i ka mësu për një djali që quhet Gjeber. Ky djali ka qenë një djali shumë i ri. Madje ka qenë akoma fëmijë. Ka qenë rob i një Mekasi, edhe ka shit në afërsi të kodrës Safa. Ka bërë tregti. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka pas dëshirë që kur ka dalë publikisht me thirr, është pozicionu afër këtij djaloshi. E ky ka qenë i krishterë, por rob i një Mekasi. Aty përpos që i ka thirrë njerëzit publikisht, o njerëz, e janë në rrugt të Allahut, shpëtoni, Zoti juaj është ai që ju krijoi, unë jam pejgamberi Allahut, e kështu me radhë, e ka shfrytzuar rastin edhe e ka thirrë në besim edhe këtë djalosh, që quhej Gjeber. E tash ta kanë shfrytzuar këtë rast edhe kanë thonë, ai për i cilit i ka mësuar Muhamedi këto fjalë, është pikërisht ky djalë, Gjebri. Sa që është bërë shumë e madhe kjo, edhe pronari i këtij djaloshi, për shkak se ka qenë rob skllav i tij, ka shkuar dhe e ka kërcënu me kërcënime të rënda, qysh ti ja mëson Muhamedit këto fjalë. Pra po na prish fen tonë kështu më radhë. Ai ka thonë, unë nuk jam të bëu kur gjë. Unë thjesht po shes edhe po i dëgjoj fjalët e Muhamedit, ai po më thret mua me besu në një Zot. Pa pejgamberi Allahut e ka thirr në besim të vërtet. Kaq, s'ka asgjë tjetër mes meje dhe tij. Allahu i Madhërisht ka reaguar më njëherë me ajet Kuranit. Edhe e ka mohu krejtësisht këtë mundësi, edhe e ka rëzu tërësisht këtë akuzë. Ka thënë, wa laqad na'lamu annahum yaquluna, ne e dim mirë se ata po thonë innama yu'allimuhu bashar, ata po e mëson një njeri, fjala është për Gjebrin, për këtë djalë të ri. Lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jami, mirë po ata e din shumë mirë se gjuha e atij, për cilin ata po pretendojnë se e ka mësuar Muhamedin, është gjuhë e huaj, sepse ai nuk ka qenë arab. Ai nuk ka qenë arab. Lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Ndërka kjo çfarë po thret në të Muhamedi është gjuhë e pastër e qartë arabe. A ka mundësi një i huaj me përpilu fjali të nivelit të Kur'anit? Jo një i huaj, por as edhe arabët s'kanë mujtë me bani gjatë tillë. As arabët më të shquar të kohës së Muhammed Mustafas, që e kanë njohur arabën më të pastër, më të kulluar dhe më të thellë, edhe stilistike, edhe kuptimore, e mos flasim për arabët e kohës sotit. Këto arabët e botës me mbledh s'kanë mundësi me sjell as edhe një fjali të ngjashme me Kur'anin. Për nga niveli, për nga stilistika gjusore, për nga elekuenca, për nga morfologjia e kështu me radhë. S'kan mundësi, s'kan pas, e s'kan me pas kur mundësi, prandaj sfida kuranore është e hapur deri në ditë gjykimit. E Allahu çfarë thot? Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Edhe sikur të buheshin gjithë njerëzit e botës, prej Ademit a.s. deri tek njeriu i fundit, edhe gjithë gjindët e botës, prej të parit deri tek i fundi i tyre, edhe ta ndihmonin njëri tjetrin për me përpilu diçka të ngjashme me Kur'anin, s'kan mundësi me bëni gjatë tillë. Vallahi, po të kishin mundësi, kishin me bërë shumë moti, sepse demantimi i Kur'anit është rënimi i Islamit. Shumë thjesht. Për shka me u mundu, për shka me u vra me zvete, për shka me luftu, për shka me u akuzue, me u sulmu,
Kur shumë thjesht dhe mantoje Kur'anin, sille vetëm një ajet ngjajshëm me të edhe e ke rënë krejt Islamin. S'kan mujt me bë, edhe s'kan me mujt kur me bë. Walan taf'alu Allahu në Kur'an. Kur s'keni me mujt me bë një gjë tillë. Sepse Kur'ani është i pasfidueshëm. Asgjë nuk është ekuivalent me të. Pastaj ju dështoi edhe kjo përpjekje, nuk u bind populli. Thirrja Muhammed Mustafas po vazhdon, pasuesit po shtohen, besimtarët po zgjerohen e kështu me radhë. Atëherë u përpjekën me një personazh tjetër, që quhej Nadr bin Haritha. Nadr bin Haritha është quar me tregimet edhe mitet e kaluara. I ka ditë pothuajse gjitha tregimet arabe dhe mitet e kaluara. Edhe i kanë thonë këta, shiko, sa herë që Muhamedi del para masës, sidomos në Qabe, edhe thret publikisht me ajetet e Kuranit, ti ke me dal edhe ke me thonë diçka për ngjarjeve që ti din. Mënyrë që mu bin populli edhe me thonë ka dalë se nuk di vetëm Muhamedi tregimet lashta, sepse e dini që Kurani përmend disa tregime të lashta të kohrave të mëhershme që nuk i ka përmend askush, nuk i di askush, po ka edhe të atilla që janë përmend më herët mirë, po me disa specifika, me disa detaje që i ka përmend vetëm Kurani, sepse është libri i Allahut. E tashta kanë menduar që përmes tregimeve që këta i kanë ditë, apo konkretisht ky person i ka ditë, Nadr bin Haritha, kanë me demantu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe kanë me azbe impaktin në shoqërinë mekase, sidomos tek rinia. Sa herë që ka marrë hutbe, ligjërat, me njerë pas ti ka dalë dhe ky ka thonë, o milet, o popull, nuk din veç Muhamedi, di edhe unë, edhe ka fillu me i përmend disa tregimet lashta, edhe ju ka thonë edhe unë zbres nga ajo që ka zbrit Muhamedi. Pra duke aludu në ajetet kuranore, dhe për këtë Allahu të regon Kuran e thot, o men adhlemu mimmen iftara ala Allahi kediba, au kale uhije i leje, wa lam juha i lejhi shej. Nuk ka zullum më të madh, nuk ka padrejtësi më të madhe, se sa kur dikush shpif për Allahun e madhrishëm. Au kale uhije i leje, wa lam juha i lejhi shej. Ose thot, më është shpallur mua, ndërka që ati nuk i është shpallur asgjë. O men kale se unzilu mithle ma enzil Allah, dhe ai cili thot, unë do të zbres pra për argumenteve që i ka zbrit Allahu. Faktikisht, ai e ka bo ortak veten me Allahun në zbritjen e shpalljes, Allahu na ruaj. Edhe pse shumica e dietarëve thonë se ky ajet është për një tjetër person, por Ibn Hishami, një prej historianëve shuar, thotë se ky ajet ka zbrit pikërisht për çet person që quhet Nadr bin Haritha. Edhe kjo përpjekje ju dështoi, sepse fjalat e Nadrit nuk krahasoheshin me fjalët e Allahut. Pra, për nga përmbajtja, për nga natyra, për nga artikulimi, për nga stilistika, për nga elokuenca, ishin fjalë njerëzore. Edhe ata që pak kanë marrë vesh pe gjuhës arabe kanë kuptuar që këto fjalë, këto tregime janë njerëzore, nuk janë qiellore, nuk janë hyjnore. Sepse tregimet që i përmend te Kurani dallojnë krejtësisht, janë të paarritshme. Prandaj vetë kanë thonë, sikur se kemi treguar javën e kaluar, siç ka thonë El Walid ibn Mughira kur e ka përshkruar ëmbëlsinë dhe bukurinë e Kuranit, ka thonë në të ka një ëmbëlsi, në të ka një butësi. Kjo fjalë lartësohet e kur nuk ulet dhe kur nuk tejkalohet. Dhe kjo fjalë me të vërtetë nuk është fjalë njeriu. Vetë ata që e kanë luftuar Kuranin kanë qenë të bindur që Kurani nuk është fjalë njeriu, nuk është fjalë e Muhamedit. Por inati, padrejtësia edhe dashuria për dynjan ka bërë që ata mos me pranu këtë vërtetë edhe publikisht. Pastaj kanë vazhduar me një përpjekje tjetër, përpjekjen përmes talljes së Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mënyrë që me zbe edhe me shkatru imazhin e pejgamberit Zotit, me zbe dashurinë njerëzve ndaj tij në shoqëni. Siç tregon Allahu në Kur'an, thotë: "Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilay." Publikisht i ka thonë: "O Muhammed, zemrat tona janë të mbyllura ndaj asaj që ti na thret." Pra, sado që të përpiqesh ti, na kur s'kemi mund ndiku pe fjalëve tua. Në një farforme ka dashur me ja shkatru shpresën pejgamberit Zotit se na mujna mu uzunit dit. Pastaj kanë vazhduar dhe kanë thonë: "O fi adhanina waqr." Në veshët tonë ka pengesë. Veshët tonë nuk i dëgjojnë ato që ati i thu. "O min bainina wa bainika hijab." Në mes nesh dhe mes teje ka perde, ka pengesë. Pra, kur s'mund me pas ndikim fjala që ti e thua, feja jote që ti e përçon e kështu me radhë,
fa'mal innana amilun, andaj ti vepro çka dush se dhe na kena me vepru. Pra ti përpiqu sa dush neve me na bind, e na kemi me bë maksimalisht përpjekje që populli jonë mos me u bind. Por edhe kjo përpjekje dështoi. Nuk i arritën qëllimit, pastaj vazhduan me përpjekjen e radhës, e cila ishte përpjekja e krahasimit të islamit me idhujtarin, me kufrin, me mosbesimin. Çka bënën? Edhe me këtë po e përfundoj. Shkuan një ditë 3 prej të parëve të Mekës, El Walid ibn al-Mughira, El Aswad ibn Abd al-Muttalib, edhe Umayya bin Khalaf. Shkuan i thanë pejgamberit derisa ishte duke bërë tavaf në Kabe, sallallahu alaihi wasallam, i thanë: "O Muhammed, a din çka? Hajde po e bëjmë një marrëveshje. Na po adhurojmë Zotin tënd, krahas adhurimit zotrave tanë, e ti adhuroj zotrat tanë krahas adhurimit Zotit tanë. Nëse Zoti yt është më i mirë, atëherë neve na ka plon mirësia. E nëse zotrat tanë janë më të mirë, atëherë ty të ka plon mirësia." Pra ka ndash me boj lajka, ka ndash me mashtru pejgamberin Allah, siç të Allahu në Kur'an, "Waddu law tudhinu fayudhinun." Ata dëshiruan që të bënin lajka dhe ti të bëhesh lajkatar. Pra deshtën me marr zemrën e një farforme me mashtrim pejgamberit Zotit. Allah më njëherë ndërhyrje dhe zbriti surën El-Kafirun që shumica për ju që dini. "Qul ya ayyuhal kafirun", thua ju Muhammed, o ju mosbesimtar, o ju mohues të fesë, "La a'budu ma ta'budun", unë nuk e adhuroj atë që ju e adhuroni, pra pe idhujve. "Wala antum 'abiduna ma a'bud", dhe as ju nuk e adhuroni atë që unë adhuroj. "Wala antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidun ma 'abadtum", e as unë nuk ta adhuroj kur ata që ju i adhuroni. Dhe as ju kur nuk të adhuroni atë që unë adhuroj, "Lekum dinukum waliya din", ju e keni fen tuaj, unë e kam fen time. Pra nuk u mashtrua pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte përpjekja e radhës që ata u munduan në mënyrë paqësore ta zbrapsin Muhammed Mustafan nga kjo thirrje dhe një herë për gjithmonë ta shkatronin kauzën islame, duke menduar se kësaj mund të bindej pejgamberi Allahut, por harruan se ai ishte pejgamberi Allahut, ishte i mbrojtur nga Allahu dhe ishte më i sinqerti në këtë kauzë, ishte më besniku në raport me shpallin. Ishte i përkushtuar i me tërë qenin e tij që fjala e Allahut zinte vend në çdo zemër të çdo banorit Mekës, pastaj edhe tek çdo njeri në rrezull toksore. Qulu qawli hadha wastaghfirullahi wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.